Tani është koha të flasun. Kam hyrë sot në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në orën 7:30 në zyrë për punë. Kam dalë prej aty e kam shkuar në terren, po prapë për punë. Jam kthyer po përsëri aty edhe si për herë kam parë sulmuesit gati tek dera e kuvendit. Jam gjetur në zyrën time për të vjuar me punën. Ashtu siç kam zbritur poshtë, jam gjetur po përsëri në zyrën time për shkak të njerëzve që vinë derën e kuvendit të kërkojnë dhe duhet i kthesh përgjigje. Po aty. Ndërkohë që bëja këtë ecë jake, mu shfaq videoja që do e keni këtu. E sulmit të një individi dhe të një gazetari, ndaj kolegëve të mi, Ervin Hoxha dhe Sara Mile. Mua aty poshtë, kuvendit, edhe në rrugën, ngjitur me të duke i ndjekur nga pas. Kam parë këtë sulmuesin në video që thyen, ofendon, flet me fjalë banale. Po aty. Nga zyra sipër, duke gjuar zhurmë poshtë, kam parë poshtë në trotuar, përballë hyrjes së kryesisë kuvendit, pra të zyrave tona, gazetarin dhe sulmuesin. E keni dhe këtë video këtu në vijim. Duke komunikuar bashkë, apo duke bërë plane për të tjerë deputet që duhet sulmuar dhe linçuar. Kam dalë, sepse kisha lënë njerëz pranë kuvendit për t'i takuar po prapë. Hera e treta, e katërt. Janë videot e kamerave të godinës kuvendit po aty. Jam kthyer dhe kam parë po prapë bashkë në të njëjtin vend ku duken në video, duke komunikuar. I kam parë të sulmojnë, të vinë drejt me vrap, që të dy dhe natyrisht kam zgjatur dorën, kam vënë për të krijuar distancën pikërisht me gazetarin, të cilin e kam respektuar më shumë se çdo tjetër. Kam vënë dorën për të krijuar distancë. Patjetër, kur kam parë sulmuesin vi drejt meje, e kam shtyr edhe këtë gazetarin pjesë e sulmit. Ndaj meje, pa shkak, pa asnjë shkak, fare, zero, pa asnjë shkak. I kam thënë shumë qartë Marcelit, që kur vjen në sulmues, me mua nuk kem më punë. Largohu nga këtu. Dhe natyrisht jam marrë me atë që po shante, dhe duket edhe në video që po shan. Madje bën edhe më shumë se kaq. Vë në gojën time fjalë që i nxori ai nga goja, jo unë. Nuk i kam thënë asgjë nga ato që ka thënë ai me gojën e tij për veten e tij. Po i kam thënë ato që dëgjohen aty shumë qartë. Shumë qartë. Dhe natyrisht, janë fjalë që i meriton një sulmues. Edhe njëherë, gazetarin Marcel Rupi e kam respektuar në çdo rast. I kam ndaluar kur të tjerët si ndalonin. I kam folur kur të tjerët si flisnin. I jam përgjigjur kur të tjerët si përgjigjeshin. Edhe pse e kam ditur shumë mirë, shumë qartë, se çfarë qëndrimi ka, çfarë pozicioni mban. Dhe pse merret me mua gjithkohës. Pra e kam respektuar në çdo rast. Ftojeni ta pohoj ose ta mohoj këtë gjë. Po sot i kam treguar distancën sepse ishte me një sulmues. Ishte pas një akti të ndërmarrë ndaj kolegëve të mi deputet. Bashkë me sulmuesin. Akt linçimi, sipas atij manualit të ndyrë të dhunës që qarkullon gjatë gjithë këtyre ditëve. Shikoni, nuk shkruhet kërkund në letrat e këtij vendi që një atje më tanë ka të drejtë të fyjë, të shajë, të sulmojë, të godas në mënyrë permanente një individ, qoftë edhe kur ky mban mandat, dhe ai individi që sulmohet, shahet, fyet, kërcënohet, goditet, ka për detyrë t'i durojë të gjitha këto. Jo, ky është fashizëm. Është fashizëm. Ky qytet, fashizmin se ka pranuar kur. E ka luftuar gjithkohës. Unë jo. As kam për ta pranuar ndonjëherë fashizmin. Në rrugët e këtij qyteti, apo në rrugët digjitale, po të doni. Jam më i sulmuari. Kam fshirë deri tani gati 10.000, 11.000 adresa për 45 ditë. Individuale.
pas një postim, me 4-5 miq, 20-30 maksimumi, po 0 postime, pa fytyrë, pa emër, me sulme nga më të ndyrat, nga më ordinere, ndaj meje. Ndërkohë që nuk kam patur sulm të tillë, ndonjëherë në jetën time. Fill pas kësaj ngjarjeje, të para përgatitur ndaj meje, në kuadër të një sulmi që fillon atje ku ka nisur gjithmonë tek ai mjeshtri i dhunës prej 35 vitesh në këtë vend, vijon me djemtë e tij, Selfio Qorin edhe Avrom Shehajn, tufat, çetat e tyre, dhe natyrisht të gjithë të tjerët që sulmin e dhunshëm e kanë pjesë të tyre. Kam vjuar punën, kam zbritur prapë poshtë, kam qëndruar aty. I fundit ishte një qytetar nga Burreli që kërkonte ndihmë për të marrë ilaçet në QSUT, e që unë besoj që u zgjidhe dhe ai problem, siç bëj çdo ditë. Duke qëndruar në derën e kuvendit, duke u përgjigjur çdo qytetari që është atje për problemet e për hallet e për shqetësimet e tij. Kjo është e gjitha. Tani, lexova edhe këto qëndrimet e shoqatave të gazetarëve. Patjetër që e kam pjesë timen të kërkoj ndjes. Po kujt i kërkoj ndjes? Sulmuesit apo gazetarit? Kujt? Sepse këto kohë gazetarit dhe sulmuesi janë brinjë. Nuk e ndajnë më dot veten e tyre. Po janë një sulmues të dhunshëm në çdo rast. Kaq e thjeshtësh. Kush je? Po, nuk njoh. Nuk na përfaqësoni. Who the fuck is this guy? Më gjo, ashtu të jam menim një këtë mërë. Sinqerisht, të investohet e Who the fuck is this guy? Ja ku janë të tre bashkë. Sulmojnë deputetët këtu poshtë, se dalin përpara. Ati bëjmë pyetje, është gjë më normale në botë, por kur fillojnë i shajnë, i fyrin, i ofendojnë, pa i njohur fare. Duke i kap me dorë. Këta.